Ky emision mundësohet nga Përshëndetje miqtë e mi të dashur të në Zoom, për i takohemi kështu edhe këtë të premte me mua Albina Zenelin këtu në epizodën e re të në Zoom, ku përveç informimit urojmë, shpresojmë zamër që sa do pak edhe kemi me ju argëtu. Faleminderit shumë Felicia Fashion dhe As Studio. E arsyeja që sot gjendemi pikërisht këtu në Gjilan, ka të bëjë me një histori suksesi të një prej trajnerëve që ka qenë shumë i spikatur në mediat vendore rajonale. Bëhet fjalë për trajnerin e të Zekiria Ramadani, si asnjëherë më parë ku janë rrëfyer ekskluzivisht për kamerën e në Zoom sfidat, historitë e suksesit, por dhe detaje tjera që publiku më parë nuk i ka ditur. Dentisti familjes zgjedhja ime. Shikues të dashur të në Zoom, po kemi atëru në Gjilan e për këtë tjetër, përveç për trajnerin e klubit që fitoi titullin kampion, Dritën. Do ta zhvillojmë një intervistë ekskluzive me Zekiria Ramadani, ku do na flet për trejat e klubit. Normal që duhet të jem krenar, për shkak që është një arritje jashtëzakonshme. Unë në Kosovë nga 5 skuadra që kam punuar, me 4 jam kampion, nuk e kom bo vetë. Kjo është një sport kolektiv dhe pa futbollistët që janë bazë elementare, futbollist cilësor, kvalitativ, pastaj stafi teknik, drejtuesit, tifozët, infrastruktura, gjithçka është nër kompetencat e ekipit, e klubit. Dhe kjo arritje është një gjë që shumë mirë vjen kur ndëgjoj të tjerë që flasin, se s'kam nevojë të flasim për veten, flasin rezultatet dhe përmenden në çdo studio, në çdo vend, përmenden për të mirë dhe shpresoj gjithmonë përmenden për të mirë. Ai më tutje thot se asnjëherë nuk është i kënaqur me veten, mendon se mund t'jap edhe më shumë në futbollin kosovar. Se futbollin e ka pas pasion qysh në fëmijëri këtë po e dim. Ai rrëfen me dashni të plot për ekipin në cilin është trajnar. Kjo punë do pasion. Domethënë që nga mosha që mund të maj mend unë për vetveten, futbolli ka qenë sporti i parë që unë kam dashur dhe shumë punë arritëm të luaj si futbollist në disa nivele. Pastaj puna e trajnerit është një gjë shumë personale, se çdo mund ta quaj art, mund ta quaj shkencë, edhe zell, dhe kur e punon me pasion është shumë ndryshe. Motivi është thjesht çdo ditë zgjohesh ose flen gjumë me futboll, duke bërë analiza, duke pa ndeshje, duke e transformuar edhe në familje këtë smundje, thojsa për e quaj një këtë sport, që patjetër që gjithë më kuptojnë, shumë familjar, ndoshta s'kam pas
lidhje me futboll ose s'kam pas dëshirë të shohim, po unë kam bra dhe kur luhet ndeshja drita në gjithë familjen time, vetëm drita shifet. Po nëse përmendim përgatitjen dhe procesin për një titull kampion. Ndoshta na intereson të dim se cila është receta e suksesit të Ramadanit, apo ritualet që ai e praktikon para një ndeshje me rëndësi unike. Arma ime kryesore është mbrenda grupit të krijoj një familje dytë. Ne çdo kush ka familjen e vet në shtëpi, mirë, po kur vim këtu, unë hallët e familjes time ose nuk I çaj këtu. Atë lë me një anë, këtu është familja ime e dytë, siç është për mua, është për drejtuesit, është për futbollistët dhe për të gjithë. Dhe nga kjo fillon ai procesi për ta përgatitur një ndeshje ose një kampionat. Kur vjen java e kampionatit, ne me stafin tim gjithmonë përgatitemi çfarë do stërvitemi dhe bëjmë analizën e kundërshtarit. Dhe mundohemi, normal që asnjëherë nuk do thotë se na del mirë, mundohemi të gjejmë pikat e dobta të kundërshtarit, të sulmohet në pikat e dobta dhe të mbrohemi nga pikat e forta dhe kjo është pasaj puna e trajnerit. Ato ne mund t'i kuptojmë, mund t'i shohim, po si do t'ja u bartin futbollistëve këto ide. Edhe kjo nuk bartet me projektor ose me fjalim, kjo duhet bëhet në fushë me praktik. Se një gjë që praktikohet, patjetër që përmirësohet. Një trajner I mirë di ta motivoj ekipën. Zekiria nuk heziton të ndajë me shikuesit e emisionit në Zoom se janë 3 lloje të liderit, e thotë se bën pjesë në të dytin. Në rrethin e trajnerëve evropian, ka pas trajner në 3 grupe, siç na thënë, trajner diktator, kur s'ka guxu askush me fol asnjë fjalë, vetëm ai ka vendosur dhe s'ka pyet kërka. Ka trajner që janë komunikativ dhe ka trajner që janë shumë tolerant. Domethënë grupi I parë ka sukses, po janë zhdukje. Grupi I dytë është më I avancuar, komunikativ, çdo me debat mund ta zgjidh, me fjalë, me punë, jo me diktaturë, dhe një grup trajnerash që janë shumë tolerant, ku I duan gjithë, edhe futbollistët don trajnerin tolerant, po shumë më pak është I suksesshëm. Unë mundohem të jem te ky grupi I dytë. Jam shumë I afërt me futbollistat, ne nuk flasim vetëm për futboll, nuk flasim vetëm për ndeshjen e radhës, po flasim edhe për problemet që mund t'i kenë në jetën private, normal I ofrohen për ndihmë nëse mund t'ju ndihmoj. Ndeshja fillon nga dita e parë e fazës përgatitore, aty fillon përgatitja e ndeshjes. Nëse ne e lëm që nesër kemi ndeshje, edhe e kemi lënë tanë javën pa punu, ose duke bërë servitje, po pa u përmend kundërshtari I radhës, pa u transformu informatat për kundërshtarin e radhës, edhe mendojmë që nga sonte do të përgatitemi ekipin për nesër, ne kemi dështu. Kështu që një javë të merr minimum për të përgatitur ndeshjen e radhës. E deri këtu e sollë muhabetin, trajneri flet pak edhe për konkurrencën. Nëse nuk do ishin kolegët e mi në skuadra tjera kvalitativ, nuk mund të isha unë kjo që jam. Se kur nuk ke konkurrencë, lëshon pak më lehtë, nuk angazhohesh atë sa duhet. Unë kam konkurrencë të fortë, sot nëse largohem nga drita, unë jam I bindur që drita mund të gjejë 10 trajner minimum në të nivelit tim. Dhe pikërisht për të mbajtur vendin I punës do shumë angazhim, sakrificë, do mobilizim. Mjaftueshëm filozofuam, tani është koha që mysafiri të sfidohet me blic pyetjet në Zoom. Normal që çdo titull kampion ka ëmbëlsinë e vet, edhe ky titull është shumë I rëndësishëm për shkak që vjen pas një periudhe 5 vjeçare që nuk ka rrit drita të fitoj titullin kampion. Ne flasim për javën e fundit që kemi dalë kampion, po kjo është shumë punë, sakrificë, mobilizim, luftë sportive në çdo lloj fushë dhe jam shumë I kënaqur që arritëm 4 ndeshje para fundit të shpallemi kampion për të pas kohë më tepër për të bërë një parapërgatitje për atë që na pret në arenën ndërkombëtare. Kjo që ishte për këtë edicion, ne arritëm titullin kampion, por na pres shumë punë për të arritur që kemi
parashikuar para ne se çfarë duhet bëjmë në Evropë. E para duhet të bëjmë ekipin, ato futbollistët që janë pa kontrata të vazhdojmë kontratat dhe pastaj të bëjmë ndërhyrjen e duhur në reportet e duhur me futbollistë cilësor, cilët do përshtaten në mentalitetin tonë, në stilin e lojës, në sistemin e lojës dhe padyshim si pikësinimi jonë është arrim në grupet qoftë ato Europa League ose konferencë. Ato që janë këtu dhe ju s'ka dhënë kontrata, normal, ne kemi dhënë listën, e din drejtues dhe janë bisedime me futbollistë që duam t'i ndalim. Pastaj pa mbaru kjo pjesë, nuk mund me bë prurje të reja, se nuk është korrekt ndaj këtyre futbollistëve që kemi këtu. E para duhet mbyllim me këto marrëveshjen, pastaj normal që do kthehemi edhe për prurjet e reja që do të jenë, por nuk ka as emër për momentin. Nuk i ndajmë gjithë, po ato që duhet me ndajmë dhe i ndajmë. Më nervoz unë nuk është askush. Kështu që s'mund ma kalojnë aty asnjëri. Dhe sa i përket vonesave, disiplina është e jashtëzakonshme, se unë mendoj që disiplina është themelli i një suksesi dhe disiplina fillon nga unë dhe stafi. Nëse unë vonohem, futbollistat e kanë me drejt vonohen, askush s'mund t'i akuzon. Po derisa unë vi 1 orë e gjysmë para stërviqjes, ato e kanë për detyrë 1 orë para stërviqjes me qenë këtu. Kemi disa probleme të ëmbla, shembull e kemi Almira Izerën, i cili gjithmonë del i fundit në zemje, gjithmonë del i fundit në stërviqje, domethënë po prapë është në orar, nuk është që është jashtë orarit, është në orar, mirë po pret gjithë ekipet jetë në fushë, pastaj na vjen edhe dim që kur del Almira Izeraj në fushë, s'ka mbet asnjë në zhveshtorë. Kurse unë e kam thënë edhe me një emision tjetër, para një kohë të shkurtër, kapiteni jonë Rombroja, dhe kam thënë më shoh zot dëmtohet Rombroja se nuk di si mund të zëvendësohet dhe për fat keq na u dëmtu dhe kishim shumë problem në organizimin e ndeshjeve, në organizimin e aksioneve dhe doli që është analizë plot dhe saktë imja. Nuk kemi problematik në skuadrë, se tash ai që është problematik, ai do t'ishte përballur që në fillim me mua, se ma problematik se unë nuk është askush. Ma nervoz se unë nuk është, po ma i disiplinum se unë nuk është askush. Por si isha pjesë e dritës dhe gjithkush që kanë qenë pjesë e dritës dhe kanë dalë na jepshin informata që te drita nuk mungon asnjë sen, që shumë klubi organizuar, sidomos në aspektin financiar kur bëhet fjalë për paga, për premia, për bonuse, janë shumë të rregull dhe shumë korrekt dhe tani po i bëj pothuajse 20 muaj dhe po e vërej që është me të vërtetë një kënaqësi e madhe që jesh pjesë e dritës. Sa i përket shumës, asnjëherë nuk jam i varur nga shuma që dhe më shumë kam nevojë për respektin për punën që e bëj dhe të jenë mirënjohës njerëz që më paguajnë sesa që më japin një shumë të lartë dhe nuk më respektojnë. Ajo s'ka vlerë parë asnjëherë. Jam shumë i kënaqur me kushtet dhe normal tani unë nuk kam të ardhura në asnjë mënyrë tjetër përveç kësaj pune që e bëj dhe kjo punë mund sot jam te drita, nesër mbaron kontrata mund t'jesh pa punë dhe kështu që duhet mendosh edhe për periudhën kur mund ngelesh pa punë dhe nëse nuk je një ekonomist i mirë, atëherë do kemi problem. Mirë po, mundohem që t'jem ekonomist i mirë dhe mundohem që të kem një të ardhur të mirë që mos nëse ngeli pa punë, mos t'futem në çdo skuadër vetëm për shkak rrugës. Nuk caktoj vend, kisha pas dëshirë, kjo është dëshira ime, kisha pas dëshirë që të bëjmë unë, trajneri i parë, që paguhet dëm shpërblim tek drita për me marrë një skuadër tjetër. Dhe ishte kjo një gjë shumë e mirë që drita të përfitonte nga transferimi im në ndonjë skuadër tjetër. Qoftë në lindjen e mesme ose kudo të jetë, po kisha pas dëshirë që drita të arrijë në skuadër e parë që shet trajneri.
Pa dyshim që ja vlen, nuk është ajo periudhë e pas luftës direkt ku s'ja ka vlet me u marrë me futboll, se edhe një kamarier ose nuk du të nënshmoj këto vendet e punës, po një punëtor krahu ka marrë më tepër sa një futbollist, kurse tani është ndryshu ai sistem. Janë paga të mira dhe janë paga me rregull në shumë skuadra, sa i përket vonesave, ne tek Prishtina 3-4 muaj kemi punuar pa rruga, domethënë gjithë vitin kemi qenë 3 muaj ose 4 muaj brenda. Stafi teknik ka qenë minimum 6 muaj, domethënë 6 muaj pa rruga, por nëse ke pasion, nëse ke dëshirë, nëse ke vullnet për të punu, ne ato rroga pastaj morëm dhe u shpallëm kampion dhe arritëm të marrim rrogat. Nuk do të thotë se nëse me një skuadër vonohen rrogat edhe ti nuk duhet të punosh, se nuk është puna. Unë sot kam firmos kontratën me Dritën, sot para 2 muajve kemi vazhdu kontratën për 2 vjet. Në atë ditë që kom vazhdu kontratën, unë kom fillu punën për kontratën pas kësaj kontratë. Nuk mund të jem ndaloj se tani kam 2 vjet kontratë dhe jem rregull, mund të bëj çfarë du. Jo, nga ajo ditë unë kam fillu punën që pas 2 vjetëve të kem një kontratë edhe më të mirë se që kem dema tani. Për atë një mesazh për të gjithë të rinjt, të mirën me sport, të japin maksimumin, asnjëherë nuk shikohen paga ose parat në fillim, duhet shohin në një klub të organizuar, ndoshta edhe pa fare, vetëm të luajnë, të afirmohen, para në futboll ka shumë para. Edhe paraja do vjen. Unë s'kom fillu si trajner me pagën që kam tani. Unë kom fillu me një pagë 250 euro. Mjaftueshëm për të bërë një jetë mirë. Domethënë që ka fillu se kam qenë angazhuar me klubin. Dhe shumë gjëra tjera që tani me i përmend mund të emocionohem edhe të ndërpresim emisionin. Kështu që familjes i kërkoj falje shumë, por edhe ato e dinë që unë këtë e bëj vetëm për ato, se ndoshta nesër mund të kthehem në Shkup dhe të punoj në një skuadër, por nuk do ishte ajo që ne tani mund t'ja lejmë vetes edhe për të jetuar mirë, edhe për të bërë ndonjë argjim pak më tepër, por edhe të bërë pushime pak më të mira. Gjithë çka bëhet normal, bëhet mjetet sigurohen për ato, për fëmijët e mi, dhe afirmiteti ose suksesi ngelet për mua. Por pa sakrificë nuk arrihet kurrë. Nuk sakrifikoj vetëm unë, sakrifikojnë edhe bashkëshortja, edhe nëna ime, pa edhe fëmijët e mi, që ndoshta ndodhe me muaj nuk shifim ose me javë ose. Dhe janë të mësuar, janë nga fillimi ose nga mosha shumë e vogël jam mësuar që unë mos jem çdo ditë në shtëpi. Urojmë e shpresojmë të ju ketë pëlqyer ky insert. E deri në takimin tjetër me trajnerin, ne i dëshirojmë shumë suksese atij dhe Dritës. Derisa jeni duke shijuar episodin e re të Zoom, na jemi në Gjilan edhe arsyen e keni pas meja, një event, por detajet do i zbulojmë së bashku tani. Fundjava e kaluar na gjeti në një organizim krejtësisht ndryshe, ama të lezetshëm. Bëhet fjalë për network event I cili u mbajt në qytetin e Gjilanit. Pjesë organizimit ishte Mehmet Kastrati, distributori Shogun për Kosovë. Por para se të kalojmë tek fajtori kryesor që na mblodhin në këtë vend, do e njihni Kevinin dhe Halil, të cilët flasin për përshtypjet e tyre e në përgjithësi për Kosovën.
My name is Kevin Galilei, and it's the first time for me actually here in Kosovo, and he tried to convince me several times, but finally he made it, so we are here together also with our colleague Mehmet. And I'm a manager in the company Chogan Group, and this is the profession network marketing. And the reason actually why we are here is to help younger and also older people, to give them a perspective, you know, to see how they can build a part-time business without any risk and even grow as a person. And tonight we have an event to give them the vision and the perspective. Hi, I'm Halil Rizvanovic. We came here from Switzerland because we want to share a vision tonight at the event. And we would like to show this immense opportunity which we have because this is a market which is untouched, and this is what we want to show today. I'm head of strategy, and I tried to connect for a very long time Mehmet, which is local here, and Kevin. I had a chance to work with Mehmet already in Kosovo many times in different businesses. So yeah, I'm really happy that we achieved it for tonight. Miqt që i bashkuan forcat edhe në biznes, pohojnë se të rinjët nuk ka nevojë ta lëshojnë vendlindjen e të japin kontributin e tyre në vende si Gjermania e Zvicra. Por sa ka nevojë Kosova për organizime të tilla, ku mbledh audiencë që informohen për gjërat që ju hyjnë në punë, e pse jo dhe të huaj të ndajnë përvojën e tyre me ne, duke sjell pak edhe nga kultura evropiane. Këtë tregon më së miri Kevin. 100%. And it's not even to bring our culture to Kosovo. It's to bring opportunity to Kosovo so the culture can develop by themselves. I also think 100% there is merit in it, because there is a perspective which is very important to see. I live in Switzerland, but my heritage is Balkan. So I see a lot of times that people from the Balkan leave their countries for Germany, for Switzerland, for better opportunities. But there is no need anymore, because Switzerland came to Kosovo. This is an opportunity which is international, so the people can stay here and still earn what they deserve. Halili flet më shumë rreth bashkëpunimit me zotrin Mehmet. I choose to work with Mehmet because I already worked with him, because in Switzerland I'm the CEO of an insurance and finance company, and I worked close with Mehmet in different events and projects, and he showed me the fire and the energy from the Balkan people, and there is something which inspired me very much. I believe that Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Kosovo, they had, because of different reasons, limited options, and still they thrived every single time. They are fighters in my eyes. Whatever you give them, they make 10 times more out of it. Por çka do të presim në vazhdim nga familja e madhe Chogan Group? This is a very good question. Should we answer this question? Do we want to? Okay. Yes. Okay. Yes. So, what you guys here in this country can expect next, because this event today, it's just a warm-up, okay? It's just like a pre-launch phase to show the people that we are coming, but we are not here yet. So the next big event that will be here in Kosovo will be at the 5th of July in the Emerald Hotel in Pristina, with much more people, where also a lot of big people from the company will join us. We wanted to give the people in Gjilan, especially, the chance to be the first. So it's an opportunity in an opportunity. You cannot miss it. E tani është koha që në Zoom të flet edhe Mehmet Kastrati, i cili tregon më shumë në lidhje me këtë kompani dhe kontaktin e parë me familjen e madhe të parfumeve Chogan. Unë që tash kom punu me sigurime shëndetësor në Zvicër,
e kom punu me atë Halilin, zotre Halilin. Kur kesh në Zvicër me një shkollim atje për sigurime shëndetësor, ma njoftoj Kevinin, ky shkon ma herët në këtë çogan, unë për vetin nuk e kom di çka do me thonë kjo çogane, edhe ma afruan mua në atë zyren atë ku kem, tha për qitë parfimin. E mora unë e këshyra këtë parfimin, edhe thash kjo koka e mirë për shtetin tem. Ai më tutje thot se krejt përgatitja i mori rreth 4-5 muajsh dhe qëllimi vetëm për këtë organizim është që të rinjët të informohen në lidhje me mundësi të bërjes biznes, thjesht e lehtë me pak para. Është për herë të parë çogani që del ndokët për Ballkan, e di, por për Kosovë është 100% hera parë, i pari jam unë që i kumpru këta, edhe jam të afru mundësinë rinijës tonë, së dhe mos ata që i kanë 16 vjetë, për studenta është mirë kjo punë, që e kanë shansën me fitu pare, të net vetë janë shefa, së mënët me përzi kërkosh, mund me mësu, plus mënët me shqit, plus mund me fitu paren e vetë, që i mja vek një gajlet e rinijës tonë këto në Kosovë. Jo edhe në qyshena kushtet neve momentalisht në Kosovë, për punë jena të e këshon këto momentalisht, besoj që rinja jonë është ma e forta 100% jo në Evropë, mu i me thonë edhe në botë, na e kena rinjën e shnosh. Po nëse flasim për miqësinë me Halilin, zotri Kastrati thot se kanë punuar prej më shumë se 7 vite, e kanë pasur një bashkëpunim të mirë me suksese të përbashkëta. Por, sa ka rëndësi që Kosova ta përqafoj këtë brand duke e ditur se të gjithë jemi të apasionuar pas blerjes online. Është një sen shumë i mirë, është kualitet me shumë pak pare, apo kupton se na blena parfima dikon 300 franga, po foli për Zvicër, që ta shumë i blej ka 300 franga atje një parfum për marrë shemëll, na zblena parfum, na blena emën atje, apo kupton. E blena Luizin, e do që ka banën e këto, apo edhe na veç emën blena, kur e kom pa këtën, ma mirë i blej me 300 frank 4-5 parfima, edhe era është gati 99% është njëjtë. Ma mirë mi pasë në 5 parfima, nërmën temi në shpesë, apo kupton se me blej një pra shto, nuk i kena na veç parfima, po na dikon i kena në bi 4.000-5.000 produktet. E për këto eveniment me rëndësi unike, mysafiri pati fatin që për krata ketë edhe bashkëshortën e cila e kanë ndihmuar në çdo hap. Por si janë emocionet momentale të të ftuarit, këtë kuptojmë tani. Shumë emocione kam besëm, kam asë ne, atë i thojnë Zvicër, shmetelinga do flutra, mrena i kam besëm, nuk muj me prit me i gale sot këton. Po dikon i kam një 500 vetë, dhe i kom thim një 700 duke që me ftesa që e kom bo, po më besoj që një 500 me ardhja mi knaqë. Lënë përmendët pjesa e biletave falas, pse? Pse? One, kër jam shku në Zvicër me këta kom folë se këta normal lypin pare me orë këta gjerë. Këta janë, sidomos jam të folë që tash për Sandro Casatos, ajo është ma e mire, që shetojnë anë ma i forti, që është nerdëvarke, është vendin e tretë e ka mdokët në botë, dikon e ka rrogë fikse, ka e dikon 800 dhe 1.300.000 e ka rrogë fikse që merë mujore aj, është kryesori i çoganit është aj. Ata nërmarë kanë marrë gjithkon kërë më kanë kallëzu që i kanë borë në për Evropë, zonë Zvicër, në Gjermani, në Itali, në Francë, ku jënë shku, ata kanë pas me pagu hyrin. Tani unë i këmë thonë, unë i avja fjallën tem, për që ja ekni publit tem pa pare me ardhe. Në vazhdim ju lëm në shoqëri të disa pamjeve ekskluzive nga Network Event nga Shogun Group, shikim të këndshëm.
edhe dentisti i familjes ka vendosur rubrikën Vox Pop këtë herë me bo pak më interesante duke dhuruar kupona në vlerë të, unë nuk po e zbuloj, do e shijojmë, por ju siguroj që do ju pëlqej shumë edhe dilni pak nga sheshi i Prishtinës sepse do shpërbleheni me dhurata nga Nzum. E shikues të Nzum në rrjedhën e emisionit po e vazhdojmë ashtu që ju tregova kemi dhurata prej dentistit të familjes, janë mashallah shumë kupona në vlerë prej 50 euro për pyetjet që ju do i qëlloni, e detajet do i ndjekim së bashku. Faleminderit shumë partnerit tonë më të ri, dentistit të familjes. Sa shpesh duhet me shku te dentiste? Sa shpesh se ki nevojë. Për shembull, është një Një rregull. herë në 6 muaj kontroll të bëj. Bravo, përgjigja është e saktë, kështu që nuk po dojna me të lanë pa një shpërblim prej dentistit të familjes. Nëse ke mundësi në Instagram, po në Prishtinë me hy me ja bo follow edhe me u lajmëru. Okej, Që e ki faleminderit. kuponin në vlerë 50 euro. Kalo mirë. Atë hin mas. Okej. Sa dhëmb i ka njeriu? Dhëmb, Dhëmb. 36. 32. Bravo, është 32 për ty suksese herën tjetër. Edhe një pyetje 32. Po. Për pak, po ja që për qenë korrekt, kolego në fjalë. Sa herë rekomandohet, sa shpesh me shku te dentisti për kontroll? Qëto nuk e di, po t'ka zej drejt. Mendo pak. Sa herë në vit? Në rregullisht shkoj çdo Sa muaj. çdo muaj. Okej, nuk i nevojë as shpesh, një herë në 6 muaj është. Si është emrit, nëse ka mundësi me ja bo follow faqes së dentistit të familjes në Instagram, që t'jemi ma korrekt edhe që kur të shkosh të njohin. Kjo është për ty. Faleminderit. A mundesh me ja bo follow këtu? Del ka sheshi, se shpesh jemi. Jemi shpesh. Jo, të njëjtë mjetja jo. Ku po jeton të kështu? Mirë po dësha. Hajde. S'po të bën rjete, Okej. Më nga bajt, s'tasht. Okej, na premton që ja bën follow dentisti i familjes. Okej, apo e lojna shikues të dashur pi besojna. Okej, kalo mirë, gjithat mirat. Edhe jo. A din çka është implanti për dhëmb? Implant me mjell dhëmbt. Okej, çfarë lloje të implantave kemi? Natyral. Edhe nëse me gozhd. Implantet, a din ç'a janë? Që vendosën? Janë dhëmë falsë që vendosën. Okej, e sakt. Atëherë, çfarë lloj implantesh kemi? Ja, nuk e di këto. Po të ndihmoj pak. Monofazike edhe, mendo pak. Bifazike është lloj pothuajse. Sa herë në muaj kemi nevojë me shku me u kontrollu ose brenda vitit? 2 herë në vjet. Okej, që i bja një herë në 6 muaj, kështu që je fituese. Por na duhet me hy edhe me bo follow dentistin e familjes, dentisti i familjes, shife nëse mundësh. E bëj follow më një herë, për shkëm internet. A je sigurt? Okej, emri yt si është? Cili po foljo, veç të vendosim se s'mujmë për krejt. Apo a? E ty s'po du më të folj. Jo, 50 cent s'më duen, unë e kom dhurata për juve 50 euro. 50 euro? Po, i ka e tjetë? U vrejte për zotin e madhë. Kështo, qka është implanti? Implanti? Ja, që t'pytje se di vëlla. Mendo pak. Implanti. Implanti, kur thojnë të shkoj me bo një implant dhëmbëve. Implanti dhëmbëve të... Po një me implanti, vërdam. Po, qka është? Ju s'po di, tash në. Pjesë dhëmbet është implanti. Jo. Kush e din, hajde kështu po e bojmë pse nuk na lejohet, po Ose është mbledhje. Mbjellja e dhëmbet. Ti nuk e kit, karo, për çfarë o nuk e tha. Jo, është pjesë e dhëmbet. Sa herë në muaj rekomandohet me shku ose në vet te dentiste?
Muj? Në vetë. Në vetë muj. Sa shpesh shkon? Më shoj shpesh, po ndoshta 5 herë. Bje ma suksese herën tjetër. Jo. Përshëndetje, e kena një pyetje për ju, në rast që ki fat edhe mundesh me i fitu 50 euro në formë të shërbimit. Implantet, çka janë? Implantet? Po. Dhamin, diçka për dham, për mi me mbjellja e dhëmbit? Po, mbjellja e dhëmbit. Fituese, po çka na duhet? Është me bo follow dentisti i familjes në sy të ekranit që me qenë sa më korrekte. Okej, për ty? 28. Përgjigje sakt, sepse dhëmbi pjekuris, me raste dhe nuk llogaritet, kështu që e kena një kurs me marr telefonin edhe me ja bo follow, sepse ti dosh me ju shkrua atyre. A është okej për ty? Okej, dentisti i familjes. Sa bregjon me mbrojtë. Është i top apo? Kapën, po, dentisti i familjes. E tani është koha për tema javës. Me kë jemi marrë, çka kemi zbulu, do e kuptojmë së bashku në insertin në vazhdim. Ani pse ka mbaruar është një prej temave më të diskutuara, bëhet fjalë për Big Brother VIP Albania. Çka pas mbarimit të saj, ku mbetën banorët që i mbushën rrjetet e mediat roz, me lajme nga më të ndryshme prej të parit deri tek fituesi që ishte gjeste. Sonte në tema javës do t'i diskutojmë disa prej ngjarjeve që shënuan showbizin shqiptar dhe po e kemi fjalën për festën luksoze të ditëlindjes së Loredanës. Ajo ka festuar deri në orët e para të mëngjesit me familjar, miq e koleg. Pjesë e eventit ishin padyshim edhe shumica banorëve të Bigut, ama ka munguar fituesi këtij edicione. Ani pse mungoj, njësoj nuk mund të themi për partnerin e tij Egli, me të cilën thuhet se u nda me t'u larguar nga gara kur edhe u shpall fituesi çmimit të madh 100.000 euro. Por çka të gjithëve na bëri përshtypje, nuk na ka ikur si detaj ishte padyshim pjesëmarrja e Xhenetës dhe injorimi që Egli ja bëri asaj. Teksa të gjithë vallëzuan kur Fetau u fut në mes e shoqëruar nga Xhibani, aktorja dhe këngëtarja Taku u largua duke injoruar totalisht ishin e reperit kosovar Besart Kelmande. Këtu vlen të përmendet që nuk mungoi as urimi i Jozit, dikur partneri i Lorit, ama fizikisht nuk ishte i pranishëm. Por dikush mungoj dhe është diskutuar goxha shumë, normalisht përveç Xhestit. Të pranishëm nuk ishin as çifti Tiri dhe Krisa. Ndoshta se këta të dy janë përla shumë keq me Lorin, që për këtë herë është ylli mbrëmjes. Që ti po thoje pak më parë e plase nga inati. E plase nga inati nga... Jo, as Danja nuk ishte aty. Gerta jo vetëm që u pa në ditëlindjen e Lorit, por brenda shtëpis u bë cope gri me Eglin e në fest u pa krasaj
dy ftyrësi kjo, apo jo? Përndryshe, disa prej konkurrentëve të edicionit të 4 të Bigut po vazhdojnë angazhimin e tyre, disa më shumë e disa më pak. Nga muzika, aktrimi, deri tek bota mediatika apo pagesat e majme të rrjeteve sociale. Ky është Post Big Brother VIP Albania. Kjo nuk është vajzë shembull, kjo nuk është vajzë shembull, nuk i Ju sollëm intervista prej sportit, prej showbizit, prej kulturës, artit, vox pop me qytetare etj. Por nuk ju kemi tregu se kush është partnerja bukuroshe e Majkut. A do e kuptojmë së bashku sepse ishte një gocë. S'po zbuloj kur gjatë, do e shijojmë bashkë në çka ka tre showbiz. E nga unë Albina deri të premten tjetër, bye bye. Nuk është hera parë që ata bashkojnë forcat, bëhet fjalë për Nora Istrefi dhe Energy Band, të cilët lansuan për publikun e gjerë, Luje Bele. Kjo këngë është punuar nga Unix Production, kurse për anën vizuale u përkujdes Smart Motion Films. Ermal Fezullah është më i kërkuari për bashkëpunime. Pas suksesit me Sibora në duet me Dyton ka bashkuar forcat me artistin e Rilisi, e ky projekti për bashkët mban titullin Luje me tekst të vedyshës. Për videoklipin është përkujdesur Gadaf. Ylli Mani ka rikthyer emocionet e dashurisë së humbur me projektin e tij më të fundit, Atë kujtohet dashnia, një këngë që prek thellë në ndjenja e që shoqërohet me një videoklip artistik. Kënga u punua nga Fatjon Miftari dhe vet Ylli, ndërsa tekstin e kanë realizuar Ylli, Tonik dhe Dank. Xuzi bëri një kthes të madhe për karrierën e tij. Artisti u rikthye me një projekt interesant që mban titullin Hynesha e Prishtinës. Për muzikën dhe tekstin e kësaj prurje të re u përkujdes Arsim Bunjaku. Si tjetoj pas qytetu, kur më thua Orkestrimi u punua nga Duo Bass Records, kurse ana vizuale u realizua nga Time Pictures. E Prishtinës Kështë kushti që një adasë Kur sharoj dhe vetëm veç Alban Skënderaj ka ndarë emocionet e tij pas koncertit në Milano, ku është prit me shumë dashuri nga publiku. Dikush që ti nuk e meriton. Në një postim në Instagram, artisti shqiptar shkruan se është i mpirr nga ndjesitë e forta që përjetoje. Unë që fjallën e kam pasion, këtë herë jam sinqerisht pa fjallë, shprehët ai me mirënjohja. Albani ka falendëruar të pranishmet, duke quajtur njerëz të qiltër, të vërtet dhe me zemra plot dashuri. Përndryshe, koncerti i Albanit në Itali ishte një tjetër sukses i madh në karrierën e Skënderaj, duke dëshmuar edhe një herë dashurinë që publiku shqiptar jashtë vendit e ka për të. E kjo foto pa dyshim që u bë goxha virale. Ferro dhe Dafina po përgatisin këngë të re, e po ka mjaftuar ky postim edhe të gjithë ta aludojnë se mes dy artistëve më të përfolur të momentit të vijë një surprizë. Për
Përndryshe, Zeqiri ka njoftuar se deri në një afat të pacaktuar nuk do t'jetë aktive me mbrëmje muzikore për shkak se është në pritje të fëmijës së parë, por njësoj nuk mund të themi me risi, sepse është thjesht e pandalshme. Kida dhe Noizi do ta bëjnë verën 2025 edhe më të nxehtë. Ata janë në përgatitje të një projekti të ri dhe këtë ka bërë të ditur producenti Engli Verzal duke shoqëruar prurjen e re me mbishkrimin Mezi po presi. Përndryshe, ky do t'jetë bashkëpunimi i parë mes këngëtarëve. Ju njoftuam edhe në episodin e kaluar të Nzum që Egli është në përgatitje të projekteve të reja e tani kemi risi tjera. Ish banorja Big Brother VIP Albania dhe finalistja 4 ka treguar edhe dukjen sensuale që do ta ketë në videoklipin e këngës që do të plasohet shumë shpejt në treg. Si Majku më, shpesh lajme për këngë të reja, por njësoj edhe për njohjet e tij. Pasi Nzum e kapi mat me një vajzë që për publiku nuk ishte njohur, ai gjatë javës që po e lën pas në një qendër tregtare në krye qytet, është pari shoqëruar me një vajzë tjetër. Se çka po ndodh me jetën private të reperit kosovar mbetet të shihet e kuptohet ditëve në vijim.